Selami Jenisheri është rikthyer me këshillat e tij për kombëtaren e Shqipërisë. Këtë herë ish-deputeti ka drejtuar një letër Silvinjus ku garanton fitoren ndaj Serbisë. Kombëtarja është në prag të sfidës së raundit të tretë kualifikues për botrorin. Ndeshja me Serbinë do të zhvillohet pikërisht në arenën kombëtare më 7 qershor në orën 20:45. Kjo është letra e Selami Jenisherit drejtuar trajnerit të kombëtares shqiptare. I nderuar zoti Silvinjo Mendes Campos, unë jam Selami Jenisheri, deputet i Kuvendit të Shqipërisë i legjislacionit të 9 të Republikës së Shqipërisë dhe trajner futbolli, ish këshilltar i trajnerit e ekipit kombëtar të Shqipërisë. Nga që kisha nxjerrë një lloj stërvitje për me aftësu futbollistët teknikisht dhe që me porosi të FSHF-s u eksperimentua dhe doli që ishte në nivel shumë më të lartë se ajo që publikonte FIFA dhe që e dini dhe ju. Meqense ndeshja me Serbinë është e një rëndësie dhe politike e një rëndësie shumë të veçantë dhe futbollistët shqiptar që ju keni në dispozicion nuk kanë se ta dinë, po ju lutem të më jepni mundësinë të ju vë në dispozicion futbollistëve, sidomos sulmuesve, por jo vetëm, që të bëj që 100% ndeshjen ta fitojmë me Serbinë. E kuptoj vështirësinë tuaj që ta besoni, por është një vërtetë e madhe që do ta shohësh vetë për 3-4 ditë futbollistët e fitojnë atë shprehi për ta ekzekutuar në lojë. Me shpresë se keni dëshirën tuaj të padiskutueshme për të fituar ndeshjen Shqipëri-Serbi, do të plotësoni kërkesën time që futbollistët të njihen me këtë progres dhe ndeshja sigurisht të fitohet me rezultat të mirë nga Shqipëria.